Një 73 vjeçari ka gjetur vdekjen e asfiksuar nga zjarri brenda banesës saj në lagjen 13 në Korçë. Fluturie Potka prej vitesh banonte vetëm në një pallat në lagjen periferike të qytetit Korçës dhe mëngjesin e kësaj të enteje ka gjetur vdekjen pasi një zjarr ka përfshirë kuzhinën e apartamentit ku banonte në katin e dytë. Kanë qenë fqinjet ata që kanë lajmëruar policinë dhe shërbimin zjarfikës, të cilët kanë arritur të izolojnë flakët pa depërtuar së pari në ambientet e tjera të apartamentit dhe pallatit. Sipas fqinjve, 73 vjeçari jetonte vetme pasi njëri nga fëmijët është në emigracion ndërsa tjetri jeton në kryeqytet. Ku kishte i jepnin fëmijët, po fëmijët i theshin, hajde me neve, se ka një djalë, ajo nuk deshte. Hajde se kemi dhe një shtëpi tjetër të djali në Lespunusja. Kishte një shtëpi në katë të dytë, jo, nuk ngjite me nuk zbrez dot. Jetonte vetëm, nuk i the kemët. Shikojmë neve mirë, shikojmë, la foseshim. Kjo, jo, i bente ato gratë. Ne nuk delte fare ajo. Nga dora ajo një zbriste poshtë lartë, jo, vetëm në shtëpi. Jo me jo ti e ndihmë. Këtë meri këtë, edhe bukën tërë jameste. Bukë tërë gjeratë. Policia po heton për zbardhjen e rrethanave të rastit, ndërsa kjo nuk është hera e parë kur të moshuarit që jetojnë vetëm gjejnë vdekjen brenda banesave të tyre në Korçë.